Një dekadë pas votimit unanim në Kuvend të ligjit për dekriminalizimin e politikës, dy forcat kryesore në zgjedhjet e 11 majit, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kandidojnë në lista të mbyllura dhe të hapura një duzinë personazhe që po hetohen aktualisht nga prokuroria e posaçme. Birn ka renditur emrat e kandidatëve në listat e PS që janë në hetim, duke nisur nga ish-ministrja e jashtme Olta Xhaçka, aktualisht në hetim për shpërdorim detyre, kryetarja e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka, e cila po hetohet për pengim të drejtësisë, si dhe deputeti Plaren Dreca, aktualisht në gjykim për veprën e shkeljes së barazisë në tendera. SPAK po kryen gjithashtu hetime ndaj kandidatit të PS në Fier, ish drejtorit të tatimeve Cenoklosi, si dhe ministrit aktual të mbrojtjes, kandidat në listën e Vlorës, Piro Vengu, pas kallëzimeve të depozituara nga Partia Demokratike. Në krahun e opozitës, përveç kryetari Sali Berisha, aktualisht në gjykim për ato që njihet si afera e kompleksit Partizani, kandidojnë edhe lideri i arrestuar i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, për akuzat të korrupsionit dhe pastrimit të parave, si dhe kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu, aktualisht në gjykim për rolin e tij në tragjedinë e Gërdecit. Madje Partia Demokratike ka përfshirë në listë edhe ish gjyqtarë që u larguan me dorëheqje apo u shkarkuan nga procesi i vettingut, si Gjin Gjoni në Lezhë dhe Arjan Doja në Durrës. Sipas Birn, edhe pse kandidimet e mësipërme nuk bien ndesh me ligjin, pra analistët dhe studiuesit e politikës tregojnë qartazi sfidën që dy forcat e mëdha politike po i bëjnë drejtësisë, si dhe krizën e vlerave dhe standardeve të demokracisë shqiptare. Sipas analizëve, përfshirja e personave të hetuar në listat zgjedhore ka ekspozuar një nivel të lartë hipokrizie politike që shkon përkundër retorikës për mbështetje të drejtësisë.